Pse njerëzit duhet ta votojnë Partinë Demokratike të Kosovës më 7 qershor, pak a shumë i përmendet ndoshta këtu, po më specifikisht diçka? Mbrojtja e familjes tradicionale, mbrojtja e vlerave të UÇK-s, mbrojtja e dinjitetit të secilit person që jeton në Kosovë, bashkimi, jo përçarja edhe ndalja e krizës që ne ka pru kjo qeverisje për tash e sapo. Ashtu, nëse të pës, po besoj që edhe njerëzve ju intereson goxha shumë. Si po i sheh rezultatet e 7 qershorit, pavarësisht që nuk kemi statistika të sakta, apo nuk i dihet zgjedhjeve, mirë po ti personalisht, çfarë fryme po e sheh në këtë fushat? Obligimi joni me u angazhu që me maksimizu votën, edhe si Parti Demokratike, edhe si kandidat, që deri me 7 qershor na duhet shumë punë, pastaj me 7 qershor vendos qytetari se qysh edhe si do të qeveriset ky vend, është shumë e rëndësishme me i dhënë fund një autoritarizmi i cili vetë ka filluar të mbjell frytet e saj në vendin tonë, e sa më herët që ndalim, aq më e mirë dhe aq më e lehtë do të jetë për ne.